Në një ndër momentet më të ndjeshme për raportet midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe qeverisë shqiptare, Kongresi Amerikan ka kërkuar opinione dhe analiza shtesë nga eksperti i njohur i politikës së jashtme dhe i çështjeve të Ballkanit, Edward Joseph. Pyetjet vijnë pas një seance dëgjimore në Komisionin për Punët e Jashtme të Kongresit, ku u trajtuan problematika serioze që lidhen me zgjedhjet, drejtësinë dhe qeverisjen në Shqipëri. Në përgjigje të pyetjes se si duhet të reagojë bashkësia ndërkombëtare ndaj faktit që Shqipëria po shfaqet gjithnjë më shumë si një qendër për trafikim dhe pastrim parash, Joseph u shpreh se trafikimi dhe pastrimi i parave përbëjnë një kërcënim të drejtpërdrejtë për interesat e SBA-s dhe NATO-s dhe pasqyrojnë një patologji më të thellë brenda sistemit të qeverisjes së Shqipërisë. Ai theksoi se bashkimi i interesave të partisë në pushtet, institucioneve shtetërore dhe krimit organizuar qëndron në zemër të kësaj sfide. Sipas tij, krimi i organizuar nuk është më një faktor i jashtëm që rrezikon sistemin politik shqiptar, por pjesë aktive e tij, siç dokumentohet nga raportimi investigativ dhe përcaktimet e OFAK. Krimi i organizuar në Shqipëri ka depërtuar në strukturat politike dhe ka lehtësuar manipulimin zgjedhor. Lejimi i kësaj qendre rrezikon destabilitetin e mëtejshëm në gjithë Evropën dhe hapësirën transatlantike. Në këtë kontekst, ai rekomandoi disa masa konkrete për Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre në Bashkimin Evropian. Së pari, ai kërkoi kushtozim të qartë të marrëdhënieve dypalçe me përparim të dukshëm në sundimin e ligjit, duke theksuar se komunikimi diplomatik duhet jetë i hapur dhe i prerë. Më tej, ai tha se OFAC duhet të marrë në konsiderat përcaktimet e aktorëve politik që bashkëpunojnë me krimin e organizuar, duke ju referuar mundësisë për sanksione të synuara. Në mënyrë të veçantë, Joseph nënvizoi nevojën për mbështetje të palëkundur dhe strukturave të drejtësisë si SPAK, duke theksuar se SBA-ja dhe BE-ja duhet mbështesin SPAK, duke këmbgulur në zbatimin e paanshëm të ligjit. Ai kërkoi gjithashtu që të dekurajohen investimet në sektor me rrezik të lartë, të ndjeshëm ndaj pastrimit të parave, si dhe të intensifikohet bashkëpunimi rajonal, përfshirë mbështetjen për anëtarësimin e Kosovës në Interpol. Në një pyetje tjetër që lidhej drejt për drejt me çështjen e sigurisë rajonale, Joseph theksoi se raportimi i Departamentit të Shtetit tashmë pasqyron ndërgjegjësimin për rreziqet e sigurisë që paraqet roli i Shqipërisë si një qendër kriminale. Sipas tij, flukset financiare të paligjshme jo vetëm që dëmtojnë stabilitetin rajonal, por lehtësojnë ndikimin keqdashës dhe komentojnë krahun juglindor të NATO-s. Ai shtoi se sfida tani është përkthimi i këtij ndërgjegjësimi në veprime konkrete politike. I pyetur nëse zyrtar amerikan kanë ndikuar në gjykatën kushtetuese të Kosovës, eksperti u përgjigj prerazi. Ky dëshmitar nuk ka informacion që sugjeron ndonjë ndikim të papërshtatshëm nga zyrtarët amerikan në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Një sjellje e tillë do të ishte shumë e pazakontë dhe e papërshtatshme. Megjithatë, ai shtoi se shqetësimi më i madh është qasja e pabalancuar ndërkombëtare ku sipas tij Prishtina mbahet më shumë përgjegjëse ndërsa Beogradit jepet liri veprimi. Kjo qasje sipas Joseph ka kontribuar në rritjen e tensioneve, përfshirë incidentet në Banjska dhe Zveçan, ku është rrezikuar edhe siguria e trupave të KFOR. Në përfundim të analizës së tij, Joseph vlerësoi se Shqipëria po i afrohet një pikë kthese, më shumë zyrtar të lartë në Naktakoz ose në paraburgim. Kriza e qeverisjes së Shqipërisë ka hyrë në një fazë kritike. Progresi i vazhdueshëm drejt anëtarësimit në BE duhet të shoqërohet me një reformë të vërtetë të sundimit të ligjit. Llogaridhënia duhet forcohet dhe angazhimi ndërkombëtar, veçanërisht presioni i koordinuar SBA-BE, do të jetë vendimtar, përfundoi Joseph.